Zoti Brao, si do mbahet mend Servet Kolumbi aq më tepër që ju personalisht I keni dedikuar dhe një libër? Pikërisht të 40 vjet përpara në këtë shesh, bile kam përshtypje në këtë vend, Serveti u masakroi. Dhe ai që e masakroi ishte Serveti. Unë jetoja me këto përshtypje, jetoja me këtë ambient, dhe ishte detyrim për mua që të shkruaja në një libër të veçantë. Libër I cili e ka titull Masakroni Servet Kolumbi. Ishte një urdhër I dhënë nëpërmjet Agim Shehut me parësi të Sali Berishës. Sot është padyshim një bizije për një borë të madh, për një udhëheqës kalibri që ndikoi jashtëzakonisht reformimin e Partisë Socialiste, një filozof cilin sot e përcjellim me udhëheqje. Faleminderit.